E kam pagëzuar lugina e kujtesës dhe është i pari muze online për Spaçin, i cili reket edhe pakës dritë përmes dokumentesh, të cilat janë zbuluar së fundmi. Shënohet kështu 43 vjetori i revoltës së Spaçit, një moment kyç në historinë e kundërshtisë ndaj komunizmit dhe persekutimit të atij regjimi. Është ky një projekt i Institutit të Studimeve Politike, i cili synon të përvijohet duke dëshmuar atë që ka ndodhur në Spaç, me disa dhjetra mijëra të burgosur aty. Ne ndërtuam dokumentacionin, faktet, nëpërmjet ilustrimit grafik dhe artistik, normalisht, ndërtuam një muze online, të cilin po e paraqisim sot para jush, me objekt burgun kam të Spaçit, duke sjellë ristitë dhe fakte të reja. Në këtë ditë kujtese, drejtuesi i Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit bën këtë apel. Të zbardhët me korrektesë çdo segment i ngjarjeve ku ka pas genocid, që s'pranohet kjo si term në Shqipëri, megjithëse ne dim fort mirë se si janë zhduk pa ceremoni klasa të tëra. Të gjitha ngjarjet e rëndësishme me si thosh atë diagram të terrorit nga 44 deri në 91 të dokumentohen dhe të bëhen të njohura nëpër shkolla. Të pranishëm në këtë moment kujtese që janë të rinj, por edhe ishte përndjekur, të cilët përgjatë këtyre viteve kanë nisur të hedhin dritë përmes dokumenteve dhe dëshmive mbi burgje dhe kampet e përqendrimit.